Zgjohesh çdo mëngjes me një qëllim, me një plan dhe me një motivim që të shtyn përpara. Ditët kalojnë mes punës, sakrificave dhe shpresës se një ditë gjithçka do të shpërblehet. Për mua kjo ishte One Minute Media, një projekt që nuk lindi brenda një dite. Nuk ishte thjesht një faqe apo një kanal në YouTube. Ishte rezultati qindrave ditë punë, i netëve pa gjumë, i orëve të kaluara përpara kompjuterit duke kërkuar, mësuar dhe krijuar. Çdo ditë fillonte pothuajse njësoj. Në mëngjes kërkoja tema të reja, lexoja informacione, mblidhja fakte interesante dhe shkruaja tekstet që më vonë do të ktheheshin në video. Mundohem që çdo informacion të ishte sa më interesant dhe sa më i vlefshëm për ata që më ndiqnin. Pasi përfundoja tekstin, fillonte pjesa që merrte më shumë kohë, editimi. Kërkimi i pamjeve të duhura, vendosja e efekteve, zgjedhja e muzikës, tranzicionet, ngjyrat, titrat. Çdo detaj kishte rëndësi. Ndonjëherë, një video që shikoi vetëm për 1 minutë kërkonte disa orë punë për t'u realizuar. Edhe kur gjithçka ishte gati, e publikoja. Në YouTube, në Facebook, në TikTok, në rrjetet e tjera sociale. Pastaj prisja reagimet, komentet, pëlqimet dhe mbi të gjitha rritjen e komunitetit që po krijohej dita ditës. Nuk ishte e lehtë. Ka shumë njerëz që shohin vetëm rezultatin final. Shikojnë një video për 1 minutë dhe mendojnë se diçka është e thjeshtë. Por pas asaj video fshihen orë të tërë që askush nuk i sheh. Megjithatë, unë vazhdova, ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj. Edhe ngadalë fillova të shihja rezultatet. Kanali po rritej, numri i abonentëve po shtohej, videot po arrinin më shumë njerëz, komuniteti po bëhej edhe më i madh. Ishte një ndjenjë veçantë, një ndjenjë që të bën të kuptosh se gjithë lodhja, gjithë koha dhe gjithë mundi nuk kanë shkuar kot. Pas më shumë se një vit i punë, arrita në mbi 2500 abonentë. Për disa njerëz mund të mos duket numër i madh, por për mua ai numër kishte një histori. Çdo abonent përfaqësonte një person që kishte zgjedhur të ndiqte punën time. Çdo abonent përfaqësonte një arsye për të vazhduar, dhe pikërisht kur mendoja se po ndërtoja diçka të qëndrueshme, ndodhi ajo që nuk e prita. Një ditë e mora lajmin që askush nuk dëshiron ta marrë. Monetizimi i kanalit u bllokua. Në ato momente është e vështirë të përshkruash ndjesinë. Nuk është thjesht një problem teknik, nuk është thjesht një vendim i një platforme. Kur ke investuar kaq shumë kohë dhe energji, ndihesh se kur një pjesë e gjithë punës tënde po shembet para syve. Kalova ditë të tëra duke menduar. Çfarë duhet të bëja? A duhet të vazhdoja? A duhet të hiqja dorë? A kishte kuptim të filloja nga e para? Ishin pyetje që më kalonin vazhdimisht në mendje. Sepse të ndërtosh diçka për më shumë se një vit dhe pastaj ta shohësh të bjerë nuk është e lehtë. Dhe për një moment ndjehesh sikur je kthyer në pikën ku nisi gjithçka. 0. Pikërisht në fillim, atje ku nuk ishe abonent, nuk ishe shikime, nuk ishe komunitet, vetëm një ide dhe një ëndër. Por pas shumë reflektime shkoptova diçka të rëndësishme. Unë nuk humba përvojën, nuk humba aftësinë për të krijuar. Nuk humba njohuritë që fitova gjatë gjithë atij viti. Nuk humba pasionin që më shtynte të zgjohem çdo mëngjes për të bërë një video të re. Humba vetëm një kanal, dhe një kanal mund të rindërtohet. Ajo që kam mësuar gjatë gjithë këtij rrugëtimi nuk mund të më merret. Prandaj mora vendimin të filloj përsëri. Të krijoj një kanal të ri, të nis sërish nga zero. Jo sepse është e lehtë, por sepse nuk dua që më shumë se një vit punë të përfundoj me dorëzim.
Dua që kjo histori të vazhdoj. Dua të vazhdoj të tregoj video interesante nga e gjithë bota. Dua të vazhdoj të krijoj video. Dua të vazhdoj të mësoj. Dua të vazhdoj të rritem. Dhe mbi të gjitha, dua t'i provoj vetes se mund t'a bëj përsëri. Ndoshta do të marr pak kohë. Ndoshta do të jetë e vështirë. Ndoshta do të ketë përsëri pengesa, por këtë herë kam diçka që nuk e kisha kur nisa herën e parë. Përvojën. Sot po e filloj një kapitull të ri, një kapitull që nis nga zero, por më shumë, më tepër dije. Shumë më tepër motivim dhe shumë më tepër besim. Nëse besoni te puna ime dhe dëshironi të më ndihmoni të rindërtoj këtë komunitet, ju ftoj të abonoheni dhe të bëni pjesë e këtij rrugtimi të ri. Sepse ndonjëherë fundi një rruge nuk është humbje, është thjesht fillimi i një rruge tjetër. Dhe unë jam gati ta nis përsëri.